Sot kemi rifilluar mbledhjen e nënshkrimeve për peticionin për nismën legislative për me ndrru kundin penal në mënyrë që me u parapa si vepër penale përdorimi i paras publike gjatë fushatës zgjedhore dhe parasgjedhore dhe që me u zbatu vendimet e gjykatës kushtetuese. Peticioni po shkon mirë, e kanë mbështetur me 10 organizata të shoqërisë civile, të udhës ekonomike, të njerëzve dhe të akterëve kryesorë në Republikën e Kosovës, në mesin e tyre edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Sot me ne nismën e ka përkrah edhe ish kryeministri zoti Hoti, deputeti i tanishëm i legjislaturës së 11, të cilën e falenderojmë për këtë mbështetje. Ne do të jemi sot deri në ora 3 dhe do të jemi ditëve në vazhdim në Prishtinë dhe në qytetet e tjera ku i ftojmë qytetarët të bëhen pjesë e kësaj nisme. Deputet, faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe për mbështetjen e kësaj nisme legislative që besojmë deri ka fundi i shtatorit ose tetorit në rast se do të ketë kuvend së shpejti ta dërgojmë në mënyrë që ju ta shqyrtoni dhe ta miratoni suksesshëm. Faleminderit, unë dëshiroj të ju përgëzoj për këtë nismë, po duket që në frymën e zhvillimeve të 2 viteve të fundit ndoshta është e domosdoshme ky ndryshim legislativ. Sjelljet e partive të caktuara politike kanë qenë jashtë standardeve me të cilat ne jemi mësuar dhe kemi vendosur nga viti 2008 këndej që ka pas aktgjykime të gjykatës kushtetuese, ato janë zbatu pa asnjë përjashtim, bile as nuk e kemi komentuar si aktgjykime të tilla, ndërkohë që në 2 vitet e fundit dhe në veçanti tash ditëve të fundit kemi dalë jashtë këtij standardi dhe është e domosdoshme që sipas ligjit t'i mbajmë përgjegjës personat që nuk i zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese.